Dojmë tutje me programin edhe me mysafirin e kësaj pjese, si që thashë edhe në fillim të programit, trashëgimia kulturore dhe monumentet historike janë dëshmi e identitetit dhe historisë sonë, por sigurisht edhe përgjegjësi për t'i ruajtur dhe për cilë tek brezat e ardhshëm. Dita ndërkombëtare e monumenteve dhe vendbanimeve historike na kujton pikërisht këtë rëndësi, jo vetëm për t'i vizituar, por edhe për t'i mbrojtur dhe për t'i vlerësuar ato. Për të folur më shumë për këtë temë, sot kemi të ftuar në studio arkeologun zotëria Enver Rexha. Mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në programin e mëngjesit. Faleminderit edhe urime gjithë qytetarëve ditën e trashëgimisë. Se është kaq e rëndësishme në vendin tonë kjo ditë sot? Po, dita ka mbetë në kuptimin ma tepër ceremonial, sikur datëlindja, një ditë përkushtuar, e shënuar për trashëgimi, edhe kjo krejt me qëllimin e mirë të bojnë një promovim, apo të arsimoj, apo të përsërit promovimin, apo ato kriteret që janë për trashëgimi, apo edhe e ka logjikën që çdo vit të qytetarëve t'ju kthej atë memorien që rujenit të vjetrën trashëgimin arkitekturore apo lokalitetet arkeologjike të tjera, dhe qëllimi është edukativ edhe promovues. Kjo e ka këtë vlerën në gjithë botën, është vlerësu prej ekspertëve, dikon vitin 1982, prezentohet për një organizatë ndërkombëtare të arkitekturës e të trashëgimisë, dhe në vitin 83 fillon si ditë nga UNESCO, organizata më e madhe botërore, dhe merret dita e trashëgimisë botërore, edhe qëllimi është për ruajtjen, angazhimin, ndërmarrjet në trashëgimi, që t'ju përcjellin gjeneratave të ardhshme, njëkohësisht edhe arsimimi që tash, përgatitja për me i ruajt ato vlera. Sa konsideroni që jemi të vetëdijshëm për vlerën e monumenteve që i kemi? Po, me ta thonë të drejtën, ne kemi pas deri në vitet 2000 administrim tjetër. Edhe atëherë është punu pak në trashëgimi, po shumë pak edhe mas viteve 2000 me riorganizim të institucioneve, apo edhe krijimin e institucioneve të reja të trashëgimisë, edhe themelimi i Ministrisë të Kulturës me 2002 e tjera, organizohemi në një nivel, mos me thonë ma shumë, ballkanik. Sepse ne nuk mundemi me i ndjek rrugtimet e shteteve të avancume, apo aty në shteteve cilat kanë ma të zhvilluara ekonomikisht, dhe baza është ekonomike, në këtë drejtim se ekonomia krijon institucione dhe persona përgjes për trashëgimin e institucione të caktuara. Ne kemi arrit mesatarisht për një kohë më të shkurt se sa institucionet tjera, dhe një paralele ballkanike e tërhoqa me qëllim, sepse disa vende ballkanike janë shtete për mbi 100 vjetër. Ne si shtet më i ri kemi arrit një mesatare dhe mundohemi me ato kapacitete, ato institucione që janë qendrore dhe lokale ta ruajmë edhe ta promovojmë trashëgimin në suazat të normale, ato në emisione prej televizionit është ai që tojnë mundësia me mire promovimit, edhe revista, fletpalosje, libra, trashëgimisë të llojeve të ndryshme, sepse edhe trashëgimia ka llojet e veta që është shpirtërore, arkitekturore, arkeologjike e të tjera. Ndodh shpesh që kalojmë pranë monumenteve, ndoshta që janë shumë të rëndësishme, por nuk i dim historinë e tyre. Pse mendon që ndodh kjo? Apo bëhet mjaftueshëm që edhe publikut, edhe qytetarëve, vizitorëve, kushdo që vjen ose kalon ose vjen enkas për të vizituar ato, di më shumë për historinë e atyre monumenteve? Janë të punu disa institucione, edhe të administratës, apo të shtetit, po edhe organizata jo qeveritare, të cilat po munohen me udhëzues, apo guida, që tojmë me bo edhe lloj të hartave, apo të llojeve të trashëgimisë që vizitorët munden me i vizitu në vendin tonë, por po shkojnë shumë ngadalë. Është edhe çështja e financimit, normalisht. Që lidhet gjithçka sigurisht.
por definitivisht në vendet mas zhvillume ka për se cilën lloj të trashëgimisë, çdo qytet, përveç edhe shteti, katalogja apo flet udhëzues, cilat monumente janë të vizitueshme, ku ka parke arkeologjike për shembull, ku ka shtëpi të banimit arkitekturore më të vjetra, kështjella, sepse në trashëgimi hyn urat e vjetra, që ne i kemi disa nëpër Kosovë. Mungon çaj organizim ende, e tash mos flasim për digitalizim, sepse këto dhonu na është dashur me qenë të digitalizuar përveç edhe që më të qasshme. Që me qenë të qasshme hyn me telefon, me internet e gjen rrugën apo llojin e trashëgimisë që ty të përshtatët. A është duke u bërë diçka në këtë drejtim? Pak, sepse institucionet po mbaren, shikon kom qenë një institut një kohë gjatë edhe kom qenë koordinator shkencor, projekte shkencore edhe drejtor, kom menaxhu, është problem këto politikat kulturore të ne pëmbaren shumë prej pushtetit. Pushteti, kur vjen, për shembull, vjen një njeri maj adhurus ndaj trashëgimisë, ai mundohet me bë, është maj koncentruar, dikush vjen tjetri ministër, është ma pak i interesuar, po se edhe ato janë shije. Njerëzit i kanë shijet e veta, dikush e don objektin e vjetër, dikush e don lokalitetin arkeologjik apo mbetjet e qytetërimit, edhe dikush trashëgimin shpirtërore që i ka dhjetra që thojnë lloje, edhe varet krye këput prej organizimit politik. Sepse institucionet i kanë detyrat e veta, mirë po organizimi politik është ajo që e stimulon ngjarën, që tash promovimi edhe elektronik apo është interesant që ka tash edhe disa prej fakulteteve, sidomos këto që punojnë me këtë digitalizimin apo të arkitekturës, gjeneratas që po bojnë edhe lloje të ndryshme të promovimeve të objekteve trashëgimisë arkitekturore, mirë po nuk janë të harmonizume, nuk janë në një vend, në një portal, në një adresë saktume, apo ka fillu, po janë individualisht ende. Cilat mendon që janë disa nga monumentet ose vendbanimet historike që nga përvoja juaj shumë vjeçare edhe puna profesionale që e keni bërë në këtë drejtim, janë të rëndësishme tek ne? Po, kjo dita e monumenteve trashëgimisë do më thonë historia. Historia edhe e qyteteve, vendbanimeve në rand të parë. Prej vendbanimeve është interesant, kemi kulturë në qytetet tona cilat ma pak janë hulumtu, por dihen shkencëtarisht, apo janë hulumtu në periudhë apo pak. Për shembull, lokalitet me renome janë arkeologjike në Mitrovic, pjesërisht në Vushtrri, që i quajnë edhe emrin e vjetër, dojnë Vushtria me përmend, po ashtu Prishtina me hyneshën në front, është lokaliteti periudhës neolitit, ka fshatra për rreth, po vendbanimet, qytetet, për shembull Prizreni, Prishtina, Novo Brda, Mesjet Trepsha e vjetër, krejt këto kanë një trashëgimi kulturore, dikun tash më me thonë afërsisht rreth 1000 vjet. Edhe kjo është ajo vlera. Në arkeologji kemi knasi që kemi periudhën e që thojnë neolitit apo kohës të re të gurit, ku Kosova si territor paraqet një ekzemplar në Ballkan, edhe quhet një stili kosovari i asaj periudhe, që është një profesor i artit, një Fejaz Ransholli, bashkë stili kosovar. Që nuk kupton. Që nuk kupton që kemi pas një trashëgimi, një kulturë, dikon afërsisht 8.000, 9.000, 10.000 vjeçare, sepse ajo shkon në lëviz në për territorët të Evropës perëndimore, Ballkan edhe në Azi, për shembull në kulturën e Anadolit, Antalis që quhen anej. Ato janë vlera të rëndësishme për histori, për shkencë, edhe ne, për shembull, një prej promovimeve që kemi në këtë drejtim, është qyteti Ulpiana, që kemi punu disa vite, edhe kemi parkun e parë arkeologjik në Kosovë. Në anën tjetër, ma tepër arkitekturore, arkeologjiki, kemi kështjellat. Kemi kështjellën në Prizrenit, që është punu relativisht mirë, ato kemi qenë në menaxhimin tim, në udhëheqjen time është punu ajo pjesë. Në Novo Brda, ma pas është Harilasi,
është Vushaku në Drenas, edhe të tjera që janë Pograzha në Gjilan, vështrin e kemi kry ne, do më thonë konservimin, restaurimin, edhe është bo një punë e mirë në kështjellën e vështris, është bo edhe një aktivitet që atë lokalitet, atë trashëgimi, atë monument të trashëgimis të akthemi në kontestin e qytetarëve, shfrytësohet për ekspozita, për takime letrare, për organizim i komunitetit qytetarëve, dhe është në gjendje duket edhe shfrytëzohet për tilla. Kjo është qëllimi i kësaj ndërhyrje në trashëgimi që t'jeton në vjetra me tren, njëkohësisht ruhet edhe promovohet, sepse vizitorët e dojnë edhe aktivitetin, ndoshta edhe i tërheq edhe ata që për herë të parë shohin. Jo një kombinim i masave të cilat sjellin risi dhe e zgjojnë atë interesin më shumë më marrë me trashëgimin me njoft, sepse trashëgimia është historia jonë kombëtare. Ajo tregon historinë, tregon paraardhësit tonë, a kanë qenë zot në arkitekturë në kuptimin modern, a kanë qenë mirëmbajtës të shtëpive, familjare, ekonomi. Pikërisht e kjo duat ndalem, ka raste është dëmtuar trashëgimia ose thjesht është neglizhu edhe nuk është bërë mjaftueshëm. Po kemi raste, për fatin e keq prapë është baza ekonomike, ndoshta pak edhe kjo politika ditore, sepse në çdo vend politika është barometri, ndikimi. Kur politika nuk e ki stabil edhe institucionet lëvizin. Sepse është një thënie tash nuk merrna me politikë, po e përcjell politikën për nevojat e mia është problem. Për shembull, keni ndëgjuar termin ushtrues detyrës të drejtorëve. Ushtrues të detyrave, kudo që të jenë, në çdo nivel të menaxhimit janë të përkohshëm, 6 muaj në vit. Edhe nuk mirën me trashëgimin këtë rast, aq shumë sa që mirët një drejtor ligjor edhe e zbaton ligjin. Domethënë, ajo merr një detyrë përkohshme dhe është imbarën direkt prej ministrit në këtë rast, edhe nuk e ka interesin sikur një drejtor legjitim që zgjedhet përmes konkursit. Këto bojnë të nej pengesa mos me u marrë. Çka më marru në për një vjet me një problem i cili ka mbet, për shembull rastin e Novobërdës e kemi tash pak ma kritik, sepse ka mbet pak prej institucioneve i lon anër, pa ndërmarrë edhe krejt është edhe që ky faktori edhe njeri, apo edhe politik që ndikon e dorën zamër është ajo baza kryesore është ekonomia, sepse për me ndërhy në një ndërmarrje të madhe duhet mbështetje financiare. Edhe jo ndërrregullore të cilat her pas here punohen e bien ndesh me të tjerat apo e pengojnë njëna tjetrën. Edhe kemi normale është kjo të gjithë shoqënit, po të ne pak ma në këtë rrugtim pak ma shpesh paraqitet. Edhe ka pas raste kur edhe këti ish-ministrit që ishte i komendon mos prodhoni ma shumë rregullore se sa që mundet me përballu institucioni apo kapacitetet njerëzore, sepse në letër është bukur ma let me hartu një ligj, një rregullore, një akt normativ, një udhëzim administrativ, vendim, por problemin në realizim. Krejt ajo në realizim nënkupton njerëz, nënkupton përvoja, nënkupton personat licensum, jo kush do më marrë me një objekt edhe me bot domin, në kuptimin profesional, këto qalojmë pak këto 4-5 vjetë e fundit pak ma shumë për mendimin. Për pas institucioneve, sa ka rol edhe qytetari i thjesht ndoshta në mbrojtjen e trashëgimisë? Qyre, qytetarët ku punu shumë në teren. Nuk kam bet plam tokë, po tujse në Kosovë, brenda këtyne 25-6 vjetëve mas, sidomos mas liris, mas lirimit e knej pa shkel, qytetarët, unë besoj që shpeshher i kemi ma të vetë disum, se sa vetë do shta ndoj herë edhe dikosh për përgjesve të institucioneve, sepse në arkeologji, sidomos, na kanë lajmëru kur dikush ka pas tendensat kesh përdorimit të rëshqigimi, sepse të ne keni ndëgju ato gërmimet e palishme, ka pas tendensa, mirë po jemi vendi ma imbrojtën prej kësaj dukurie. Gërmimet të pa përgjeshme, paleja apo klandestine që shuhen, sepse qytetarët lajmërojnë. Sidomos në fshatrat e ne është një tradit që i huji kur hinë në fshat dihet, sepse edhe përsillet pak e ka ndodhë disa razi me na lajmëru qytetarë që dikush po ka
Edhe është një interesant, është kënaqësi kur e ndëshon prej një qytetarit të që na kem kalon shiko, apo rënojat e kishës, apo të objektit vjetër të e dikush po dënë me i preke. Lunë një farfor me rolin e policisë, në kuptimin pozitiv të mbrojtjes trashëgimisë edhe me kënaqësi i falenderoj qytetarët. Edhe si Ciceron pak me njoftu ata që vinë me i vizitu. Sa po shfrytëzohet kjo trashëgimi për turizëm në fakt? Me thonë të drejtë, ma pak kemi fillu me Ulpianën, që tash me Prizrenin, jemi në ato që ndrojmë mas miri, edhe pse edhe ato kemi problem. Për shembull në Ulpianë, këto 3-4 vjetë e fundit nga kanë ra edhe ato shtyllat e kufizimit të vizitorve, sepse institucioni duhet me pas, apo Instituti Arkeologjik, në këtë rast që është menaxher, duhet me pas mjetet për mirëmbajtje. Edhe në Prizren jemi pjesërisht ma mirë, në këto tjera disa prej lokaliteteve që kanë mbetë dhe janë në obligime të shtetit me imbaj, sepse kemi listën e përkohshme dhe e përhershme. Kemi do monumente afërsisht mbi 80 të përhershme në mbrojtje, edhe nuk po mundimi me imbaj, sepse po shalojmë institucioni me institucionin, edhe thash është çështja dhe përgjegjësisë personave që janë kohën e saktume edhe politika, se politika në trashëgimi apo në kulturë është ajo që ekonomizimi, domethënë ato ndanë projektet për mjetet financiare për zhvillimin e projekte apo veprimtarin vjeçare të ne 5 vjeçare paka shumë, se strategji ma shumë e bojmë formal se sa që implementohen. Urdhnon false. Sa ndikon edhe urbanizmi dhe ndërtimet e reja në dëmtimin ndoshta të trashëgimisë? Deri këtu ka pas thëshin është për folë për të ne, nuk ka pas shumë në atë kuptim dëmet. Sepse shpesh shohim edhe ndërtimin ndoshta afër zonave historike. A mund t'jenë këto të rrezikshme? Thëshin mafia e ndërtimit, kuptimisht është term që kanë gjitë qytetarët më shumë, në trashëgimi ma pak ka pas koncentrim të tyne, sepse këtu kemi pas raste kur para viteve 2010, derisa organizuan institucionet në Prishtinë, për shembull, në perimetrin e objektit me ndërtu objekte dhe ma të nalta apo me amarat që tojnë vizualitetin, sepse jo ndo kriterës që në trashëgimin arkitekturore dherin 50 metra ruhet një radius që me rujt atë pamjen lokaliteti, monumenti i vjetër, të tjera në arkeologji është 100 metra, nuk kemi pas fort të ndërprerje, mirë po edhe është gjendja ekzistuese. Për shembull, i ki xhamit në qytet që janë mbrojtura, ki qendrën e vjetër historike, zonën Prishtinë, apo edhe në Prizren, në vështri tjera ku bjeton objekte i ri me të vjetrin, edhe ne kemi trashëgu. Edhe ka qenë, për shembull, legale në një periudhë më të hershme, e tash mund të del jo legale, sepse ligjet edhe rregulloret avansojnë, apo edhe vetë ekspertët e vlerësojnë. Po që mund tjetë ma mirë, po ku është gjendja trashëgume, ajo mirë mbahet në qatë nivel, derisa të vjen monumenti më liru, po nuk kemi pas fort pretendime në kuptim disa objektet shtëpive në arkitekturë, të banimit vjetra, që kanë pas hapësin pak më të madhe, kemi rast Mitrovic, Vështri edhe në Prishtinë, apo edhe Prizren, qytetet e vjetra edhe të tjera, edhe në Gjakov, me u pretendu, me u dëmtu ato objekte dhe me u ndërtu e reja, por mirë është mbajt institucionet e na që ndrojnë mirë, prej vitit 2010 e nalë kanë marrë masa dhe ato objekte parimisht dhe mbrohen, mës me pengu ndërtimi mirë, po është problemi tjetër. Institucionet sa i mbajnë të ne ato monumente. Për shembull, shkolla e parë shqipe që tuhet në Prishtinë, e keni pa tash vonë, është mbulu me një arkitekturë të metalit, edhe është problem, sepse po ndërhyet 3-4 herë në masa preventive me rujt monumentin, në nuk po hijet në restaurim direkt. Edhe problemet janë ato që edhe po shkojnë mjetet 3-4 herë, shpenzime, sepse askush nuk e ban, kompania që ka realizua ajo i dën mjetet, edhe nuk bëhat projekti herët që ato 3-4 rastet të investimit në atë monument me evitu edhe me hi në restaurim komplet, edhe mbrohet monumenti,
jetëgjatësia e tij edhe nuk ka shpenzimet 2-3 fishore. Po këto janë politikat menaxhimit edhe tash për ata vlerësohen njerëzit, vlerësohen menaxhimi i mirë, i mesëm, i ulët, i institucioneve apo dhe i ministrave. Kur flasim sigurisht për dëmtimin edhe rrezikun e këtyre monumenteve, apo rrezikojmë në fakt që disa monumente t'i humbasim për shkak të neglizhencës, për shkak të mungesës të restaurimit, për shkak të politikave që po i përmendni? Po vënohemi shumë, është interesant që ku e kemi teatrin. Është një shembull teatrin në qytetin në Prishtinës, në sheshin, tash qytetin Skënderbej apo Ibrahim Rugova, me vjet po shkon, 3-4 vite, një objekt që ekzistues dhe bukur shumë i qëndrueshëm arkitektonisht. Se zgjasin sipas jush këto. Ka kompaninë të cilat nuk mund ta bëjnë restaurimin në kohë, domethënë është çështja kohë apo është çështja që nuk janë të kualifikuar shumica e kompanive për restaurime? Është një farë kombinimi herë i paspjegueshëm, sepse nuk është puna që nuk kemi njerëz që të mundin me realizuar ato projekte apo s'kan guzim me i marr. Po. Sepse më kon pyet për guximin në Ulpian përpara, edhe kur i llogariti kalkulon përfundimin, edhe mundesh ato gabimet me i para pri, ndoshta edhe s'kuson me marr hiç menaxhimin. Po ti duhet me fillu, po s'me bëj sepse më me dal gabim. Mirë po, kemi njerëz që ti marrin përgjegjësi. Problemi është një varë politike edhe që tash në ndrimit të strukturave edhe për fatin e keq, unë që të 3-4-5 vite shumë po punohet me ushtrues detyrës të drejtorëve. Tash, ushtruesit detyrës drejtorëve pa të keqe janë të ngarkuar për momentin për një Kjo ndoshta edhe për shkak të ndërhyrjes politike që edhe ndërhyrje politik, edhe tani ndërhyrja politike, të na ndërhyn politika. Unë mund të them me raste kur ndërhyn politika edhe është fatkeqësi kur një politik kulturor apo një ministër i kulturës ndërhyn në institutin ku janë profesionistët ata që e bojnë programin, apo projektet cilat janë me prioritet, a e thët jo këto, po këto. Po ta marrë shembull që do 5-6 vjet e fundit, nuk ka ministër i kulturës që guzon me hek një monument prej listës trashëgimisë, për shkak të votës, sepse i humb votuesit. Këtë rast ka ndodhur edhe me ish-ministrin tash që shkojnë në edukim Çeko, po problemi është që me fjalë mjaft, jo po punohem, jo po përgatitim, e në parim bohen masa emergjente të cilat ndërmiren edhe veç e shtyn jetën apo edhe degradimin e mos ndërhyrjes me kohë në monument. E këtu po kombinohet një farë njësie që thojnë politika kulturore, ushtruesit detyrës drejtorëve, njerëzit që kanë vullnet edhe din, shpeshher mund të nashkalohen edhe të në interesimi bjen. Në një vend ku nuk ka menaxhim strikt, eksakt, shkencor, ma bjen projektin, i parashe kostën, e parashe ndërhyrjen, e parashe materialin, i kim jetët edhe realizo projektin. E këtu të natë, këto rrugtime, po vonohen, dikun po stopohen edhe përgjithësia po jetë, për shembull xhamin e Shehrit që jetojmë, apo xhamia e Agurit që kemi shumë afër, është po 10-11 vjetë restaurimi. Tash po ndodh me këtë që tash teatrin, ma pas me objekte të tjera që muzeun. Pikrisht është ato, edhe haj ka fillu që 2 vite, ka edhe përgjësi ma pas apo dikush ndërhyrjen në kuptimin e asaj vepër penale dhe blokohet puna, apo edhe kompanit shpesher të pa licensuara, sepse të ne në trashëgimi nuk kemi kompanit të licensume në kuptimin që është kriter që duhet... Po që është kriter që duhet me ju dhonë leja. Ka probleme sepse restaurimi apo konservimi ka shumë fusha. është restauratori i vurit, i drurit, i lëkurave, i tekstilit e të tjera, janë të argjendit apo metaleve dhe të tjera. Po ngatërohen zonat edhe unë menoj që pa përgjësia politike, problemi është prej menaxhimit politik. Menaxhimi politik nuk kupton politika, ministri, kabineti i ministrit, i cili me qenë profesional nuk i përzihet institucioneve në veprimtari, por i mbështet me mundësit materiale, e këtu po çalojmë ne. Pa rast
të plota, vinë edhe qytetarët kur nga të rohen. Kretë në fund, sepse jemi në fund të bisede, zotëri Regja, a ka ndonjë vend apo monument në Kosovë që si pas jush është nënvlerësuar, edhe që qytetarët ose vizitorët duhet ta shohin me patjetër kur vinë në Kosovë? Për pos këtyre që i përmendëm sigurisht. Kemi lokalitete apo monumente arkitekturore me të vërtet të shmushme, po të cilat po jesin në heshtje. Shamull shtëpit banimit të shekullit 18-19, ne i kemi disa ekskluzive për këtë territor që kanë met apo stili lindor në kombinim me atë kulturën osmane dhe janë të veçanta, por kanë met në mbrojtje, por të pa mundësume me i vizitu. është një shtëpi e shkëlqyeshme në Voshtrek, ka në Prishtinë, në Mitrovica, në Prizren, në Gjakov, pak ma shumë, 2-3 objekte i kanë ma shumë promovume, po që ajo vizitueshmëria dhe që ajo lista që tash regjistri për vizitueshmëri mungon, edhe kemi edhe monumente historike, cilat janë vendet edhe ato nuk po mundemi me organizu, sepse janë të shkëlqyeshme urat që tash, se cila ure ka historinë në vete, ka identitetin, objektet e religionit, edhe të krishtera ortodokse, edhe katolike, edhe islame, që i kemë arkitekturën për plot, këto janë vlera unikale, sepse prezentojnë edhe historinë e zhvillimit një qytetrimi, një popullit cili të ne shqiptarët i kemi kalu 3 religione në për histori. Të krishterë katolik apo kulturës romane, ma pas ortodokse lindore që është Stamboli, edhe ma pas islamizimi, prej shekullit 15. E këtej kemi kulturat kombinume që është mirë me i promovu, edhe me ju tregu fëmijëve tanë gjeneratës që ne kemi bashkjetu me ato kulturat edhe religioze, ndikimet, por edhe trashëgimin e kombinume që e kemi stilin perëndimor, romano-gotik, edhe ma pas ndërhyrja bizantine, edhe ma pas kultura islame, falë. Zoti Regja, unë ju falenderoj shumë që erdhët sot dhe ju uroj edhe njëherë këtë ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe vendbanimeve historike që sigurisht për juve si profesionist është një ditë shumë e veçantë dhe shënohen gjithmonë. Faleminderit për gjitha këto informacione dhe sigurisht edhe këshilla që i ndohet edhe për qytetarët se si ndoshta duhet kujdesemi edhe t'i vlerësojmë më shumë historinë tonë në fakt. Po, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit.